Po rolin e Vjosa Osmanit, si e shikoni në këtë rast, e cila pas moszgjedhjes së presidentit, pra mos arritjes së një konsensusi për të zgjedhur presidentin, bëri një reagim përmes një video ku në sfond kishte presidentin Ibrahim Rugova dhe apelonte për t'i dhënë fund përçarjes, urrëties dhe për të vendosur interesat e popullit përpara politikës. Në këtë rast, si e shikoni lojën që po bën Vjosa Osmani, e cila në fakt nuk kishte një emër, pra midis atyre që u propozuan për të qenë kandidate për presidente? Ajo natyrisht tani është në fushat zgjedhore dhe në momentin që pa që nuk do të rizgjedhet presidente, ajo filloi fushatën e vet dhe kjo shumë gjëra mund të thuhet dhe mund të thuhen pse nuk i bëri sa ishte presidente, nëse veç po mundoj ka gjëra për të thënë, por gjithsesi ajo do të jetë një lojtar i fortë në këtë garën zgjedhore dhe do të jetë më, si të them, më skifter se sa liderët të tjerë të opozitës, për shkak të karizmës së saj, për shkak të guximit të saj, edhe për shkak edhe të paskrupullësisë së saj. Ajo ndër të gjithë liderët politik kosovare është më rrugullta nga të gjithë. Kështu që kjo është një ndihmës për të. Si mendoni, apo rikthehet Vjosa Osmani tek LDK-ja, duke qenë se ka zhvilluar një takim pothuajse sekret, por që më pas u përballën edhe me mediat, me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhikun, ku theksuan të dy se ishte një kafe me smish. Në këtë rast, Vjosa Osmani po rikthehet tek LDK-ja, apo çfarë loja po bën në këtë rast? Jo, ata janë në negociata për të shkuar, domethënë në garë zgjedhore, unë besoj si një koalicion në mes një liste që do ta përpiloj Vjosa Osmani dhe LDK-s. Ky do të jetë, besoj, epilogu i këtyre negociatave. Do të jetë një marrëveshje mes tyre, kush do të kandidoj, po me sa kandidat lista Vjosa Osmanit brenda LDK-s, në cilë numrat do të pozicionohen e tjera, edhe pse numrat, domethënë, nuk është të vendosësh në fillim që të zgjedhësh. Ti mund të zgjedhësh edhe në deputata nëse je i fundit në listë, edhe mund të mos zgjedhësh edhe nëse je i pari në listë, por pak a shumë edhe kjo renditje ka një efekt psikologjik para votuesve, kështu që prandaj po bëhet edhe betejë mes tyre se çfarë kush ku do të pozicionohet. A ka, po themi, një lëvizje kundër Albin Kurtit, në këtë rast të Vjosa Osmanit, dhe nga ana tjetër Albin Kurti, po themi, nuk e duron dot më Vjosa Osmanin, pra a ka i përplasje midis tyre? Natyrisht që ka përplasje, jo sikur mos ekzistonte kjo përplasje, të paktën Albin Kurti ta rikandidonte sërish për presidente, por nuk e bëri për shkakun e thjesht që ajo përplasja veç se kishte filluar dhe Albin Kurti e dinte se po të zgjedhej Vjosa Osmani, rizgjedhej presidente, gjithë mandatin e saj do ta shfrytëzonte për të sulmuar Kurtin, kështu që ai e hoqi me kohë. Ai e tradhtoi atë para se ajo ta tradhtonte Kurtin. Thjesht tani në këtë betejë politike, natyrisht që shigjetat e Vjosa Osmanit do të drejtohen kundër Albin Kurtit, sa më shumë, sa më ashpër që do të targetoj, do të sulmoj aq më shumë të saj që të korë sukses në këtë zgjedhje. Si mendoni, a do të jenë zgjedhjet e 7 qershorit një zgjidhje për situatën politike në Kosovë, apo Kosova po shkon drejt skenarit të Bullgarisë, ku ka hyrë në një cikël të atill krize politike që vazhdimisht mban procese zgjedhore? Fatkeqësisht gjasat të mba, më them 99% janë që
futemi në vorbullin e ciklive zgjedhore të pafundme me institucione të përkohshme dhe jo vetëm po të ndodhë çuditëra, atëherë mund të kemi një qeveri dhe president pas tyre zgjedhjeve. Zoti Ismaiu, të kalojmë pak në seancat që do të mbahen më 11 deri në 15 maj ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve në gjykatën në dhomat speciale në Hag. Ju si e shikoni këtë proces dhe çfarë po ndodh konkretisht me Hashim Thaçin dhe të tjerët? Tani ajo është një gjykatë e Kosovës, udhëheqësit që financohet nga miqtë e Kosovës, nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Norvegjia, Zvicra, Turqia dhe Britania e Madhe. Kështu që ku gjykatës dhe prokuror janë të huaj, besoj që janë ndërkombëtar dhe se si do t'jetë gjykimi i tyre, domethënë për në fund të këtyre proceseve, verdikti i tyre nuk mund ta dim, sepse në kriteret të cilat ne jemi mësuar ta shohim drejtësinë në Kosovë dhe në Shqipëri janë krejt ndryshe nga ato ndërkombëtare dhe ata mund ta edhe mund t'i lirojnë, edhe mund t'i dënojnë, nuk do të me befasonte as njëra dhe as tjetra. Nëse Hashim Thaçi shpallet i pafajshëm, a mendoni se do të rikthehet në politikën aktive, megjithse deri diku ai e ka shprehur të qartë që mund të jetë në politikë, por jo në politikën aktive? Nëse ai kthehet, nëse ai lirohet tani, ai do të kthehet fuqishëm në skenën politike të Kosovës, ajo madje nëse verdikti ndodh para 7 qershorit dhe nëse ky verdikt është lirues, sigurisht partia e tij ka gjasa që të fitojë zgjedhjet. Është e ndryshon rëndësisht skenën politike të Kosovës lirimi i Hashim Thaçit. Por nëse dënohet, sidomos nëse verdikti vjen i dënimit do të para 7 qershorit, atëherë PDK-ja do të ishte shkërmoqur dhe më thënë rezultatet e saj do të ishin shumë më dobta se sa në zgjedhjet kombëtare të 28 dhjetorit. Nëse Hashim Thaçi shpallet i pafajshëm, lirohet dhe rikthehet në politikën aktive në Kosovë, a mendoni se ky mund të jetë fundi për Albin Kurtin? Do shta jo fundi, por do t'jetë një si të them, do t'jetë një shkërmoqje e tij e madhe, do thotë, sepse argumentet të cilat i ka Albin Kurti për të hipur nuk ka. Populli i Kosovës është popull harraç, ka harruar se për çfarë është akuzuar Hashim Thaçi, që për korrupsion, për gjëra të tjera që 5 vite është folur për të vetëm si shërimtar, dhe nëse ai do të arrijë të dilte edhe i fitimtar në këtë proces, sigurisht që ai do të kthehej forishëm dhe argumentet e Albin Kurtit për ta sulmuar sërish atë do të binin në ujë. Kështu që do të ishte në pozicion jashtëzakonisht të keq Albin Kurti nëse Hashim Thaçi do të kthehej i pafajshëm nga hala. Zoti Ismaiu, dhe i pyetje fundit, shefi i KFOR-it në Kosovë ka deklaruar se që prej sulmit të Banjskës në Kosovë situata mbetet e qetë, por është e brisht në këtë rast dhe ka shumë gjasa që mund të ketë tensione në të ardhmen apo në vimësi. Sa i përket kësaj deklarate, ju si e cilësoni në këtë rast? A ka vërtet një tension në ajër dhe si shikohet edhe në Mitrovic kjo gjë? Nuk ka një rrezik të brendshëm, domethënë
Kosova më rrezik nga serbët në Kosovë. Domethënë ky rrezik është eliminuar domethënë me Bonjskën. Kosovën, shtetin e Kosovës tani e rrezikojnë vetëm shqiptarët. Domethënë vetëm nëse kështu bëjmë kështu bëllëqe si mos zgjedhja e presidentit, mos zgjedhja e qeverisë e kështu gjërash, nëse në këtë mënyrë mund ta shembim shtetin e Kosovës duke bërë kësaj lloj bëllëqesh. Por jo nga minoriteti serb, më Kosova nuk rrezik. Tjetër rrezik ka vetëm për një sulm ushtarak nga Serbia dhe në një rast oportun ndërkombëtar, Serbia nuk do të hezitonte ta bënte këtë. Nëse do ta dinte që reagimi ndërkombëtar ndaj Serbisë do të ishte i vakët, ose kur do Serbia ta perceptojë një reagim të vakët ndërkombëtar, ajo do ta bëjë këtë gjë, pa hezitim. Kështu që përderisa situata në skenë ndërkombëtare është e brisht, për shkak të luftrave të shumta në Ukrainë, në Gazë, në Liban, në Iran, kështu, me radhë derisa ka tensione të tilla nëpër botë, atëherë mbetet rreziku për një sulm të Serbisë mbi Kosovën mbetet shumë i madh. Ka përqindje të madhe të rrezikut. Gjë shumë me vend deklaratën e komandantit të KFOR-it. Zoti Sprej, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Çdo të mirë. Dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.